Reporterët pa kufi publikuan raportin mbi lirinë e medias në Shqipëri. Raporti evidenton se në Shqipëri liria e shtypit dhe pavarësia e medias kërcënohen nga konfliktet e interesit midis botës së biznesit dhe asaj politike, një kuadër ligjor i mangët dhe rregullim partijak. Sa i përket peizazhit mediatik, raporti evidenton se media më me ndikim e sektorit privat në Shqipëri është në pronësi të një grushti kompanish që kanë lidhje me botën politike. Duke ju referuar kornizave ligjore, raporti thekson se edhe pse Kushtetuta e Shqipërisë dhe angazhimet ligjore ndërkombëtare garantojnë lirinë e shtypit, mbrojtja e lirisë së shtypit dhe burrimeve është e pamjaftueshme. Raporti gjithashtu nënvizon se edhe pse i paplot, dekriminalizimi i shpifjes pritet të jetë i dobishëm për lirinë e medias. Në kontekstin ekonomik, pronësia e pjesës më të madhe të peizazhit mediatik shqiptar është e përqendruar në duart e vetëm 4 ose 5 kompanive. Sa i përket kontekstit social-kulturor, në raport evidentohet se gazetarët, të cilët përbëjnë shumicën e këtij profesioni, përballen me ngacmime në internet dhe në disa raste diskriminim në bazë gjinore brenda kompanive mediatike. Sipas raportit të dal nga reporterët pa kufi ka patur një reagim edhe nga opozita shqiptare, kryesisht nga deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, një herësh kryetare e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, e cila theksoi se rënia me 3 vende e Shqipërisë në renditjen e reporterëve pa kufi për lirinë e medias është një këmbën alarmi. Ajo nënvizoi se dëmi që kjo qeveri po i shkakton lirisë së medias është i thellë dhe afatgjat, dobëson demokracinë, minon transparencën dhe heq qytetarëve të drejtën për të qenë të informuar. Sipas së deklarate janë depozituar dhe amendamente për dekriminalizimin e shpifjes në përputhje me standardet europiane, sepse liria e medias nuk mbrohet me fjalë, ajo mbrohet me ligj, me vullnet politik dhe me përgjegjësi, deklarohet në raport.